E dini pse I patëm dje 2 tubime në Stuttgart? Sepse salla e cila zinte 1000 karrike ishte kaq e stërmbushur sa policia gjermane u detyrua të ndërhyj edhe të luz gjysmën e pjesëmarrësve të tubimit të presin jashtë. Kemi kryer njërin tubim? Kemi kryer njërin tubim dhe më pas njëra palë ka dalë jashtë dhe ka hyrë gjysma e tjetër dhe kemi kryer edhe tubimin e dytë brenda të njëjtës mbrëmje. Është një entuziazëm I jashtëzakonshëm të cilin e kemi ndjerë jo vetëm në Gjermani, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Ministrinë e Bujqësisë, vula meritokracisë mbon frymën e guxos. Vula e luftës ndaj krimit e korrupsionit mbon ngjyrën e guxos. Fermerët e Kosovës janë përfitues të 300 milion euro për gjatë qeverisjes tonë. Për secilin cent dihet adresa. Me qeveritë e partive të tjera, Radoj Qiqi dhe të tjerët si ai, priteshin I pam fotot për të bërë ortak në qeveri dhe në biznes, priteshin në shtëpi dhe zyre si mysafir dhe pritnin e përcillnin parin e atëhershme politike. I kemi përzën nga Kosova. I kemi konfiskuar asetet e tij ekonomike. Ja kemi konfiskuar vilën, veturat dhe të gjitha të tjerat. E kemi izoluar në Serbi. Nuk mund të dalë nga Serbia. Pse s'mund të dalë nga Serbia? Se jemi kujdesur që të hyjë në lista të zeza dhe jemi kujdesur që ai të jetë në listën e Interpolit me ngjyrë të kuqe në kërkim. Pra, kështu sillemi ne me Radoj Qiqi. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme tani ka rregull dhe meritokraci, delegim me përfaqësim, zero korrupsion e zero manipulim. Me Doniken nuk ka mësuj sharlatan e as ambasadorat pa dishum për bugjevan.